Dëgjojeni me vëmendje këtë zinxhir logjik, është kaq i fuqishëm. Pra, çfarë na thot? Nuk mund të hysh në xhenet pa besuar. Mirë, por nuk mund të besosh vërtet pa dashur njëri tjetrin. Dhe kjo dashuri nuk vjen nga hiçi. Ka një veprim specifik që e ndez atë, të cilin profeti na e zbulon me një pyetje të thjeshtë. Është një formulë e pastër, hap pas hapi. Mirë, atëherë le të fillojmë nga fillimi. Pjesa e parë ka të bëjë me premtimin e profetit. Këtu do të shohim arsyen kryesore, atë psen e madhe që qëndron pas gjithë këtij mësimi, vetë premtimin e parajsës. Pra, le ta zbërthejmë këtë logjik hyjnore. Imagjinojeni si një rrugtim me disa porta. Qëllimi final, sigurisht, xheneti. Por për të arritur atje, duhet të kalosh portën e besimit. Kjo portë nuk hapet kollaj. Çelësi i saj është dashuria e ndërsjellë. Dhe po çelësi, si krijohet ai? Duke përhapur paqen. Pra, shikoni, çdo hap varet nga ai paraardhësi, një zinxhir i pandashëm. Atëherë pyetja shtrohet, nëse dashuria është kushti, cili është veprimi konkret? Cili është ai çelës për të cilin folëm? Kjo na sjell pikërisht këtu te përhapja e selamit. Ky është veprimi kyç, urdhri qendror që vë gjithçka në lëvizje dhe hap derën e dashurisë e pastaj edhe të besimit. Por çfarë do të thotë saktësisht selam? Shpesh e mendojmë si një përshëndetje të thjeshtë, por në fakt është shumë më tepër se kaq. Fjala vet vjen nga rrënja e fjalës paqe. Pra, është një ofertë paqeje, sigurie, mirësie. Kur dikush i thot tjetrit "Eselamu aleikum", nuk po i thot thjesht tung, por po bën një lutje të vërtetë. Paqja dhe siguria e Zotit qofshin mbi ty. Dhe këtu vim te udhëzimi thelbësor. Vini re pak fjalën që përdoret, përhapni, nuk thuhet thjesht jepni selamin, por përhapeni. Kjo tregon një veprim aktiv, të qëllimshëm, jo diçka pasive. Është një thirrje për të qenë proaktiv, për të mbjellë tharat e paqes dhe mirësisë kudo në komunitetin tonë. Tani, e gjithë kjo mund të tingëllojë si një koncept i madh, pothuajse abstrakt apo jo, por bukuria e këtij mësimi është pikërisht e thjeshtësia e tij. Le të shohim si mund ta zbatojmë këtë në jetën e përditshme me 3 hapa shumë të thjeshtë. Në praktik, është tepër e thjeshtë. Hapi i parë, bëu i pari. Pra mos prit që të përshëndesin, merr iniciativën. Vetëm ky gjest thyen barierat e para të hezitimit apo edhe të egos. Hapi i dytë, përshëndeti të gjithë, jo vetëm miqt, por edhe ata që nuk i njeh. Kjo ndërton urat aty ku nuk ka dhe krijon një ndjenjë të vërtet komuniteti. Dhe së fundmi, hapi i tretë, mos harro, shton një buzëqeshje, shoqëroje selamin me një shprehje të sinqertë gëzim. Le të ndalemi vetëm një sekond te ky hapi i tretë, sepse ka një domethënie të jashtëzakonshme. Ka një thënie tjetër profetike që thot, buzëqeshja është sadaka. Çfarë do të thotë kjo? Që edhe veprimi më i thjeshtë, një buzëqeshje që nuk na kushton absolutisht asgjë, në Islam konsiderohet një formë bamirësie, një vepër për të cilën ka shpërblim. Tani, imagjinojeni pak, kombinimin e një lutje për paqe me një akt bamirësie. Sa fuqi ka në çdo ndërveprim të tillë? Mirë, i bëm të gjitha këto. Cili është rezultati final i këtyre hapave në dukje kaq të vegjël? Këtu vim te pika jone fundit, fuqia e një përshëndetjeje. Ky veprim i vogël krijon atë që quhet efekti domino ose efekti valëzues. Një selam i vetëm i dhënë me sinqeritet dhe me një buzëqeshje mund të thyej mure tëra indiference, turpi, madje dhe armiqësie. Përveç kësaj, sjell bereqet, pra bekim, mirësi, bollëk në çdo bisedë që pason. Praktikisht vendos një ton pozitiv dhe paqësor që në sekundën e parë, duke e bërë gjithçka që vjen më pas, më të frytshme dhe më kuptimplot. Dhe kështu e mbyllem me një pyetje për të reflektuar. Duke menduar për ditën tonë, për njerëzit që takojmë, për sfidat që kemi, sa barriera mund të thyen të vërtet një selam i thjeshtë sot?